Falënderimet dhe lavdërimet tona i takojnë vetëm krijuesit të gjithësisë. Paqja, shpëtimi dhe salavatet qofshin mbi më të dashurin ton Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër musliman, nuk ka ditë që muslimanit mos ketë detyra, obligime. Po flasim përveç detyrave dhe obligimeve të cilat i kemi ndaj Allahu xhalla shanuhu. Po flasim për detyrat të cilat kemi ndaj njëri tjetrit, për detyrat që kemi ndaj shoqërisë. Kështu Allahu xhalla shanuhu deshi njerëzit t'i vënë në sprov, që më pas t'i zgjedh ata më të mirë tek ai, të cilët e japin këtë provim, këtë botë, dhe me pas e meritojnë shpërblimin tek Allahu xhalla shanuhu. Para disa xhumave, pasi që isha 2 xhumo për shkak një smuje kështu, pra një grip kështu i rëndë, patëm përmend një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku disa njerëz i kanë thënë pejgamberit alayhi salam për një grua, i kanë tregu se ajo po falet, përveç 5 kohëve të namazit, po fal shumë namaz, nafile, jashtë farzeve, po jep sadaka, po thot shumë i lëndon, i mundon kojshit e saj. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, s'ka hajër pi saj, ajo është në xhenem. Kurse në anën tjetër i treguan pejgamberit alayhi salam për një grua e cila falte namazin, po nafile pak, edhe sadak që i pke pak, jo s'kura ajo, por shumë i respekton kojshit e saj. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha, ajo është në xhenet. Pra përveç detyrave tona që kemi në familje, në punë, gjithashtu detyra kemi edhe me fëmijët tonë. Bile ndoshta detyrat me ta, marrëdhënie me ta, na bin më tepër se sa me çdo kon tjetër, ndash punë apo dikun tjetër. Sepse i pari që njeriu kontakton dhe që është i lidhur është këshia i tij. Andaj edhe fërkimet, andaj edhe puna me ta është më e madhe. Dhe njeriu kur ka punë dhe fërkime me dikon, normal se aty ka ose marrëveshje ose mos marrëveshje. Po ajo çka neve do të përqendrohemi, është ajo më shumti që ka kaplu shoqërinë tonë. Mos marrëveshjet me fëmijët e ty, me tyre, me kojshit e tyre. Mos marrëveshjet që nuk dim neve nëse një shtëpi është kretë në terezi me kojshit. Po flasim për një qytet komplet, jo për një lagje. Jo murin e çove lart, jo shtëpinë më afrove në mur, në mezën time, jo ma la dritarën këtej, jo fëmiu yt e boni atë, jo zhurma që ma bone, jo ato, gjërat cilat janë të përditshme në jetën tonë. Edhe të pakt janë ata të cilët kujdesen që fshijun kojshin e tyre ta e lanë rahat. E as më tepër kur njeri u hub nga dini, nuk ka nga dini asgjë, atëre pa dyshim se të lashët, problemet me të kojshi janë edhe më të mëdha. Pra po flasim për ata persona të cilët nuk e kanë ndërmend Allahun xhalla shanuhu dhe nuk e kanë ndërmend frikën e tij. E prej tyre jo vetëm kojshi kur je, po edhe në rrugë, edhe në punë, edhe çdo kun me ta ka njeriu të lashë. E as më tepër kur të qëllon ai nder. Prandaj edhe arabët kanë thënë do fjalë të mençura të tyre, el jar qabla ad-dar. Fshiu, kojshiu para shtëpisë tënde. Do më thonë, kujdesur për ta, para më shumë se që kujdesesh për shtëpinë tënde. Dhe fjala tjetër që kanë thonë arabë gjithashtu është ala qadari al-jar,
yakunu thamanu ad-dar. Sa është i vlefshëm kojshiu, aq është e vlefshme edhe shtëpia jote. Sa është i vlefshëm kojshiu, aq është e vlefshme edhe shtëpia jote. E neve vetë shohim këto në jetën tonë, dikush mundohet tik prej asaj lagje, prej atij vendi, për shkak një kojshiu, dy apo edhe tjerë. Atëherë çfarë vlere ka ajo shtëpi? Prandaj po tregohet për një biznismen në vend në tokat arabe, ka agjencion për shit blerje, shtëpiave. Por çka po bën? Kur po shkon dikush me ble një shtëpi që ai ka qit në treg në agjencionin e tij, mas pari po i merr informata çfarë është ky njeri. Prej ka ardhur, si ka kalu me kojshia atje, edhe si sillet. Edhe tregohet se në biznesin e tij ka pas aq punë, pikërisht për këto se ai i seleksionoi ke njerëzit, i zgjedhke. Dhe arrinte me këto ta bën një lagje me njerëz të zgjedhur. Një lagje me njerëz të zgjedhur. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë aspekt na nxit neve shumë. Që ne kem kujdes të mos ta shqetësojmë një njeri cili kem punë dhe kontakte për ditë me ta. E ne, si zakonisht, kur na vin ahengjet tona, kur na vin rastet tona, absolutisht nuk e mbajmë, nuk e çojmë mendjen në ato, se apo e shqetësojmë dikun apo jo. E as më tepër tash kur po fillon sezona e darsmave, llogaritni. Një herë po martona. Një fjalë kjo që në popullin ton shpesh e dëgjojmë. Gjithë për dim. Rrallë kush ka 2 gradë që martohet 2 herë, edhe hiq. Këtë ka njerë martohemi. Ajo e prejme, një herë martohesh, në rregull. Pa jo martese jotja, që e bën atë darsëm që e bën. A shkon mend njeriut për atë që ka afër vetës, se çka po i bën. Po si duket kjo, këtë jemi bërgjë në këtë aspekt. Andaj po ja kthejmë njëri tjetrit. Sepse edhe kur për vjen rastet tona, nuk po çojmë kryt për atë këshiu. Edhe ai s'po çon kryt për ty, edhe ai tjetri, kështu që mi bën një shoqëri, pse shqetësojmë njëri tjetrin, na është bë më normë. Pse shqetësojmë njëri tjetrin këto raste, është normale. Domethënë nuk është më dikush që po bezdiset për këta. Por pasojat edhe pse janë pasojat. Sepse nesër kemu çu me shku në punë, ai den 12:01 apo në 2 me muzikë, apo edhe gjëra tjera të cilat neve i kemi domethënë raste të ndryshme. E pejgamberi alayhi salatu wassalam u friksonte. Pra dëgjoni këta, u friksonte aq shumë që mos po i hyn hak kojshisë vet për një arsye. Sepse Xhibrili alayhi salam aq shumë e kishte porosit pejgamberin alayhi salatu wassalam të kujdese dhe sille mirë me kojshinë e tij, saqë tha pejgamberi alayhi salatu wassalam ka mendu se do të futet në trashëgimi. Aq shumë ka Xhibrili alayhi salam dhe ka porosit pejgamberin alayhi salatu wassalam sillet mirë dhe të kujdeset për kojshinë, thot pejgamberi alayhi salam ka mendu se një ditë do ta fusin në trashëgimi. Kur të vdes, do trashëgimia mi taku edhe kojshisë. Që do të thot ajo fjalë që e tha më herët arabëve, pra fshiu, kojshia para shtëpisë. Kojshia para shtëpisë. Nevoja për bashkëpunu me njerëz është e dishme të gjithë. Një keqër është e njeriu kur mendon se ai kretë vetë i zgjidh problemet. Andaj nuk mërzitet për tjerët për rreth. Me shtjelu pak, ose me spjegu, mendon se nuk ka nevojë po kërkon hiç. Për ato s'mërzitet as për kojshi, as për shok, as për jaran, as për kërkon hiç. Po njeriu nuk është i vetëm këtë shoqëri, është krijesë shoqërore. Ka nevojë për tjetrin. E kur po vinë darsmat, tash neve peshofim. S'kam nevojën për kojshi, se tash është bën një problem, është zgjidh një problem se po shkojmë po i bëjnë për hotele. Kështu që s'kam nevojën për kojshi, as edhe ne
edhe derën ta qel, le më dyrt e dhomave apo të shtëpisë. Por po kujtojnë ata gjithmonë se veç darsma kanë me bë. Dhe po mendojnë se një ditë s'ka me vdek kush prej tyre. E po vjen vdekja. Pse tash nuk piçon hot në restorant? Ta bën edhe pamjen atje? Edhe pse do që i kanë sendet, ja kanë nis tash 7-at e 14-at në restoranta, sikur darsma kur ti bosh. Pse? Nuk ja kanë shu shtëpinë Kojshis, s'ka pa nevoja e për ta kur. Tash, normal që dhe Kojshiu nuk ta kthen. Edhe i ka sendet edhe po shkon. Po e bën 7-ën, 14-ën e mot-motin, sikur me qenë darsëm. Pra njeriu është i nevojshëm dhe kur mos mendon se nuk jetë në zor. E as më tepër dhe këtu duhet dalim neve, as më tepër për Kojshin. Sepse ajo është 24 orë aty. Nëse nuk është Zoti i shtëpisë, janë të tjerë. Dhe diçka po ndodhe në shtëpinë tënde, është i pari ai që e dëgjon. As vllau yt. Nëse ke vlla pi babës, e prej nanës, e nuk është me shtëpia aty, që e ki shumë afër, nuk mund të gjendet sikur se të gjendet Kojshiu. Dhe një keqe që është prapë po kthehemi tek ne, që duhet ta rregullojmë dhe ta ndrejmë shoqërinë tonë, dyrt nuk ja uqelim Kojshive kur. Në preashtim, nëse na thirrin darsëm, prapë po kthehemi, edhe darsëm nuk shihet shtëpi, po shtihet në hotel, në restoranta, ose vetëm rastet vdekjes. I vdes dikush, kur e shohësh aty Kojshia, mos 10 vjetëve bën vakia, 20 vjetëve ja ka qel derën e Kojshisti. Të kthehemi te muslimanët e parë. Sepse ne duhet marrim prej tyre, ta rregullojmë të ardhmen tonë ashtu sikur ata që kanë rregulluar dikur jetën e tyre. Tregohet se prej muslimanëve të parë, ndejet e tyre i bënin në këtë formë. U mlidhnin mahalla, lagja, një herë në javë, e caktonin një vend ku mu mledh. E mirnin një hoxh, një prej dietarëve, shtinin rrethin e tyre, edhe e bënin ndejen, edhe mirnin diçka prej atij hoxhe. E aty mandej merrshin gjërat cilat njeriu ka nevojë, jo të çaje e ushqimet ndryshme cilat i kanë pasur të asaj kohe. Por tash edhe një kafe nuk e thirr me pi, bile 5 minuta aty në bar. E pejgamberi alayhi salatu wassalam me mësimet e tija i bëri sahabët tillë saqë sahabët ishin shembulli më i mirë prej nesh. Më i mirë për neve. E rastet kur i dëgjojmë neve se çka kanë bërë sahabët. Nëse neve shohim marrëdhëniet tona, me një Kojshi vallahi na vjen marrë mi thon atij Kojshi. A e dini se ka njerëz me vite banojnë afër ti, nuk ja di emrin e Kojshis. Emrin e Kojshis nuk ja di. Me vite banojnë. Nga ajo që janë dalë dhe s'dojnë dinë se kush afru afër dhe kush është largu prej atyshit. E neve do të nalemi, do të shohim disa detyra cilat i kemi ndaj Kojshis, cilat janë të shumta, disa janë të përgjithshme si musliman që kemi mes veti dhe disa janë të veçanta, domethënë vetëm për Kojshit. E para është ta përshëndesësh. Që hynë e del e shë ato i afër, thuj se pa, hec, kalon. Ta e thrasish, na hengje, të ndryshme cilat i kenë shtëpinë tënde. E dyta, të mos e mundosh ato, ta lëndosh. As kur ndërtosh shtëpinë, t'ja pengon atij t'ja ze dillin, vetëm se me lejen e tij, nëse ai pajtohet. E këto të na mo, qytetin ton e dim vetëm çka të projmë nëse e zgasim këtë aspekt. S'ka kusht që dikujt nuk ka gazon dillin këto. Ta mos ta mundojmë. E pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë për këtë, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Nuk do të hyjë në xhennet ai i cili e mundon fshiun e vet apo fshiu i tij nuk është i rahatshëm prej tij. Pa më parasysh se çfarë forme dhe çka i bëjmë neve. Kishte shkuar një njeri te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe ishte ankuar për një Kojshi të vetën. E pejgamberi alayhi salam i thot atij, merri teshat e tua edhe gjuaj në rrugë. Hudhi në rrugë.
Edhe po vepron ai sahabi ashtu, i mur teshat e vet ai lan rrugë. Po kalojnë gjinja pe shohin çka i lën këto tesha pe thonë këtu, çka i hudh. Po i thot shkaku i kojshis. Edhe filluan ta mallkojnë. Kush po kalon aty pari? Pe shefat njëri me tesha në rrugë. Pe fillojnë pe mallkojnë. Edhe ai njëri ku i niti që kanë nis gjinja pe mallkojnë ata, shkon te pejgamberi selam. Çaj zullumçari. Edhe i thot pejgamberi selam, njerëzit po mallkojnë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam po i thot Allahu xhalla shanuhu të ka mallkue para tyre. Allahu xhalla shanuhu të ka mallku para tyre. Pra Allah i na ruajt këto gjëra të cilat neve i shohim çdo ditë. Po gjithashtu duhet edhe të ketë njeriu sabër. Do të thonë na hengje ndryshme që i bëjnë ata, e bëjnë pak zhurmë të llovi, si populli i kallaballok, jo vin akraba e madhe ndars më sen ato, ta zë rrugën me kerr apo ato, duhet njëri ti përballon edhe ato gjëra, të cilat ndodhin normal në jetën tonë. Gjithashtu duhet të gjindemi kojshis në rast nevoje. E sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam kanë qenë tillë sa që një send, nëse e kanë dhuru dikujt, para mendoni, ajo është shka shku në dorë e në dorë, derisa ajo gjë e tina është kthy prapa atij. Ja ka dhënë një sadaka, një dhurat, një diçka. Aja ka dhënë atij, ai kojshis, e njëjta gjë që e ka dhënë ky është kthy në shtëpinë tina. E njëjta gjë. Pra që ndim që e kanë pas ato. E pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, nuk më ka besu mua. Pra dëgjoni këto. Nuk më ka besu mua ai njeri i cili është i ngopur, flan i ngopur, kurse fshiu i tij është i unët. Fshiu i tij është i unët. Gjithashtu duhet t'ja mbulojmë të metat çka neve shohim. Sepse fshiu, kojshia është sikur kamer. Si kamer. Çdo gjë që ndodh kojshi, zhurmë, za, apo lëvizje apo diçka, është kojshiu që i sheh. E nuk ka njeri që nuk ka të meta. Por ato kërkohet që as më tepër në ditët tona ku shtëpiat i kemi bërë krejt zbulume, t'ja mbulon. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka tërheq vretin në një aspekt tjetër, edhe ajo është shumë e rëndësishme për neve, se njeriu bën gjuna në këtë botë, por nuk janë të gjithat një rangut. Mund ta lëndosh, ta afëndosh një njeri, por një sikurse fshiun që e bën nuk është njëjtë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, çka thoni ju për zinan? Amoraliteti, kurvnia. Kanë thonë sahabët, ata e ka bë haram Allahu dhe pejgamberi alayhi salam. Deri në ditë gjykimit, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, një njeri me bë zina me 10 gra të huja është më lehtë se me bë zina me gruan e kojshis. Para mendoni, pasunia, fëmia, gratë janë amanet për kojshin. Pe lash shpinë vetë, po dalesh. I pari që të shetë që po delë për shpis, është kojshia. Për ato është ma letë me bon 10 zina, me 10 gra, jashtë se sa me bon me një gruët kojshis. E pejgamberi alayhi salatu wasalam ku e kanë pyet ka thonë, cili është gjunahi më i madh? Në rang gjunave më të mëdha, ka thonë pejgamberi alayhi salam të bësh zina me gruën e kojshis. Mandej ka thonë pejgamberi alayhi salam, çka jo mërmendje për hajnin, vjedhjen. Kanë thonë e kanë ndaluar Allahu xhalla shanuhu dhe pejgamberi alayhi salam. Thot, me vjedh 10 shtëpi është më lehtë se me vjedh një shtëpi të një kojshie. Është më lehtë. Dhe tjetra është knasia, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e njeriut këtë botë është në 4 gjëra. E para është në gruan e mirë, al-mar'a as-saliha. E dyta në shtëpinë e xhër. Vend banimin ku banosh xhër. Kojshin e mirë, edhe një transport mirë. Kjo është ka neve për sot kemi përgatitur pa zgjatur. Kemi kujdes në ato gjëra të cilat neve i bëjmë çdo ditë në jetën tonë. Prandaj kemi obligime dhe detyra. Nuk pushton njeriu që një ditë thot nuk kam një detyrë, nuk kam një obligim, dhe mos thot njeri që sot pështova prej atij gjunahi apo prej këtij gjunahi, sepse nuk e dim neve një shtëpi që kemi ndërtuar dhe ja kemi zënë hije ndikujt, e ai nuk është pajtuar me ato, normal, nuk është pajtuar me ta, do të thot na çdo ditë aty i him në hak në ato çka i kemi bë. Çdo ditë i him në hak. Lutem Allahu xhalla shanu
na përmirësoj këtë shoqërinë tonë. E gjithë qëllimi i kësaj është në këtë dinin tonë që neve ta bëjmë një jetë të qetë. Sepse me të vërtetë njeriu kur ka njerëz të tillë, as më tepër kur i ka afër, edhe shtëpia e tij që ka si shtëpi i bëhet xhenem. Edhe shtëpinë që ka për me gjetë rahatin e vet i bëhet xhenem. Prandaj të kemi kujdes ndaj njëri tjetrit që i hyjmë në hak, sepse do të presim një ditë ku dalim para Allahut xhelle shanuhu e aty do të japim, do t'i qërojmë hesapet tona, kush kujna i mirën të mirat, kujna i ngarkohen me të këqija, më u barazu, po mos talon para ditë, lutim Allahun xhelle shanuhu të na bëjë për atyre të cilët i ndëgjojmë fjalët dhe ndjekim ato më të mirat. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد nuk bën pa fol pakës edhe për disa ngjarje të cilat kanë ndodhur në mesin e popullit ton. Nuk është populli jon vetëm kur i thojmë të mendojmë për Kosovë, pa dhe ma gjërë. E pa të vetë atë spektakël të kufarëve të Maqedonisë, cilët shkruan një hyndë njerëzve në shtëpi, illa mi knaqë të vetë, mi u thonë që na shqiptarët nuk i lam rahat. Po ma e reja tash është se nuk po mundë, se njemi të e pa dhe vetë, puna nacionalizmit të populli jonë veç për mas luftës është u shku, para me ndoni, veç të poshtë. Por, për ju djeg një diçka tjetër. Ajo është se nacionalizmi po bjerë, po arrit feja. E tash atyre normal që ju pengon. Edhe pa tjetër duhet shpikin diçka. E ma e reja aty në është që shmi mshu në këti populli, e tash e kemi gjetë qëto. Se këta radikalistat, islamistat, terroristat, jemi mësu më për ditë për dëgjojmë, ne i pas kanë vra ata 5 Maqedon. Këtë qëllimi i kësaj është që të bëjnë argat ka vetja. Prej nesh, ka shumë argat kanë ata, shumë kanë argat, po ala dëjnë argat. Tash më ju thonë shqiptarëve aty në Maqedoni, na s'kem punë me juve me shqiptar, kem punë me radikalista. Edhe ka për një që atje, ky radikal, ai qitri terrorist, ky më shek nena, ti të të me shu vendin të qysh. Sot lajmi ma i ri, edhe 8 veta i kanë arrestu në Preshev, në Bujanovc, tash edhe ata du të me shu vendin. E na çka bëjmë? Tash nuk është problemi të ta, sa ata përkryin punën e vetë. Ata përkryin punën e vetë. Edhe janë sinqert punë ty, janë të vendosën, i presin rezultatet krejt. Po na çka? Na zbën me prish tolerancën. Sepse jemi të interesum mu integru për Evropë. E na tash për me shku për Evropë, duhet sa ma shumë me shujt, mos me reagu, mos me fol, mos me protestu. Ti s'duhet me bën asgjë se ty të rrezikohet e ardhmja në Evropë. A shkavi pse ti mur 2 polis. Edhe pse e pat edhe çështjen e liberalizimit, domethënë të statusit për me marrë për bashkimin evropian, ai s'po mërzitet. Po ta arreston, po shkon një statut e tjep, ta arreston tjetrin, ai s'po mërzitet për integrime. A na po. Sa që ku kemë me shku për Evropë, Zotë e di që këna me shku atje. Se anë hiqë, s'këna me pas. Pre asaj shka po pretendojmë që kemi kurse na. Ne mën të integrimeve. Lëni. U harun të pa gjeturit. U harua gjitha e luft që është bo. Nuk e përmend kush. Për kundrazi, ka zëra për udhëheqësisë tonë të madhe. Se na i kemi mytë shkijet sërbët. E tash, ata s'po pajtorën. Ty për ju veni nati se kena mytë në ata. Na për janë zgacin dorën, Allah ile na falë, hajde tash bashkëpunojmë, të shkojmë në Evropë, t'hina. Ai po thot jo, se na keni mytë, shas na keni bon neve. S'di ku dojmë na çu këto gjëna neve. Ku dojmë na çuë? Po për na vjen keq për ato, e pa të vetë. Se si maltretohen, si mirën gra dhe burgosën, e gjë e ma shejtë e na okonën, deri. Kur të kartë ka prej gruën,
Aty u kall shtëpia krejt atër, s'kini më shka bëhet mrapa. Po jo tash, edhe femrat për në arrestojnë. Plaka 60 vjet e kanë marrë. Edhe ajo terroriste? Jo, të na marrë diçka krejt tjetër. Po, s'di ku të na çojë neve kjo udhësi cilën e kemi me këto integrime, do të shkojmë atje, po jo me tonat. Prandaj, t'jemi syqen gjitha këto gjëra që po bëmi, po ma keq që është edhe e bojnë ata. Qëtu është, ajo shka po dojmë dalim neve. Ne edhe gjëpi gjematit po të gjojmë. Ata e bojnë, se ata do me mjekra, do të rezikshëm, valla e bojnë, ata i mysin. Ku qatë shpet, ku e vërtetove ti? Ku e morë qatë drejt me dalë, me njerë me kësi deklarata, me kësi gjana? Mos bëmi gjithë shka na japin ata, u kry koka e vërtet edhe mos kur gja. Jo, t'jemi syqel, gjithë shka na bëjnë. Pish dëgjoni vetë tash, dhe pishini vetë, për lexoni shkrimet ndryshme që bëjnë, rreziku, se ta shkavin e hekën, me mos ka rrezik prej pishkavit. E shlirun ata, e knaqën, e nëzorën një shkavin. E tash ata, komandanta, kanë tutën të tërkun. Tash rreziku është prej islamistave. Jo. Rreziku është për ta, është islami. E tash islamin ata e marrin e bëjnë një figurë. E bëjnë një figurë e bëjnë. Islamin atë qenka, me një mjekër të gatë, me do pantullat shkurta, me do ashtu, kapni ata. Kapni. Me sa mend shkojmë neve kështu. Edhe kujt pim në hatër neve, tu im shu njeri tonë. Kujt pim në hatër. Allah në përmisoft. Thotë Allahu Jalla Shanu në Kur'an, inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم تقبل شهداء منهم يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأقم الصلاة